Se është potent ky, kur vjen nga e majta, është shumë i besueshëm si një zë opozitar. Po kthehem te pyetja për te konsiderat që kam edhe personale. Sekol, jam shumë interesuar, ndoshta edhe opinioni, jo vetëm unë, po a ka një ndryshim në pjesën e demokracisë funksionale të Partisë Socialiste ku ti bëje pjesë dhe përfasoje dikur me sektin e Rilindjes sot? Pra, dikur kishte senator me pesh, kishte demokraci, kundërshtonin edhe kryetarin e partisë, zotin Nano. Zotin Nano ishte shumë i hapur, majmë mend gjithë publiku KPD-n e famshme që ishin elemente të një demokracie që jepte në një farë mënyrë të mësim edhe vetë Partisë Demokratike, si parti e djathtë, e detyronte që të vendoste disa standarde. Njëkohë sot në shoh një rilindet e pothuajse të bunkerizume, përveç 2-3 emrave periferik se ato flasin brenda, por nuk kanë kurajen të artikulohen jashtë kësaj salle, a shikon që mund të ketë shpresë që të ketë një balancë ajo parti, që të ketë një kontroll të mbrëmshëm, që të ketë një vetë kontroll, se kjo i shërben edhe demokracisë, edhe institucioneve, edhe Shqipërisë së parit, mund të jetë një garanci edhe për drejtësinë kur ka zëra të arsyeshëm tek ajo parti që mbështesin, apo thjesht kemi një garnizon me ushtar rilindas edhe asnjë shpresë për te saj? Për të qenë korrekt dhe konkret, unë jo rastisht e ndava zotin Doka formacionin e tanishëm bazë vitit 2013 në formacion Rilindas, sepse ashtu ka ardhur nëpërmjet kësaj platforme dhe me njerëz të cilët nuk kanë përfaqësuar asnjë gjë në Partinë Socialiste në pjesën absolute të tyre, për të kuptuar që dhe në vështrimin përmbajtësor dhe në vështrimin formal, kjo Parti Socialiste, nëse do ta quajmë të tillë, nuk ka asnjë gjë të përbashkët me natyrën profesionale dhe idealiste të gjithë klasës politike kur ka qenë Partia Socialiste. Nga pjesa e parë e përgjigjes. Pjesa e dytë është se ndryshimet e kushtetutës në vitin 2008, ju e dini sa dhe unë dhe si dhe unë, në kuptimin kushtetues dhe ligjor e ndryshuan dhe përfundimisht skemën e zgjedhjes së deputetëve në Republikën e Shqipërisë. Pra, ngritën në mënyrë absolute rolin e kryetarit Partisë Socialiste, partisë në përgjithësi, duke zhvlerësuar mendimin e qytetarëve sa i përket formacioneve në zgjedhje, si atyre në Kuvendin e Shqipërisë edhe në zgjedhjet dhe atyre të pushtetit vendor. Pra, të gjithë zgjedhjet tashmë nuk vijnë për shkak të një kompromisi apo seleksionimi që bëhet në ambientet qytetare, po vijnë vetëm për shkak të aspiratave, mendimeve, ideve të kryetarëve të partive politike. Në këto kushte, mendoj se nuk mund të presësh më që të ketë një klub apo, nëse do ta quajmë kështu, një kabinet njerëzish që vinë për shkak të interesave qytetare. Ndryshimet e 2008 i dhanë fund përfundimisht demokracive të brendshme në subjektet politike, e cilat sjellin si pasojë edhe ndryshimet thelbësore në përmbajtjen dhe mënyrën e ushtrimit të drejtës në politikë në klubet parlamentare dhe ato vendore. Sokol, të lutem se dhe për arsye kohe, duam një përgjigje. Do e kemi apo s'do e kemi një Parti Socialiste si dikur? Me debat, me dorëshe, me përjashtime, po që se nuk riparohen, unë thashtë në mënyrë indirekte, në qoftë se nuk riparohen ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Nuk do kemi nëse kushtetuta është kjo që është sot. Referuar kësaj lloji marrëdhënie juridike që ka ngritur kushtetuta në vitin 2008 dhe mënyra se si funksionon Kuvendi në Shqipëri, nuk do jetë më defekti i rilindjes, por do jetë defekti i çdo mazhoranci që do vijë pas. Faleminderit Sokol. Faleminderit zoti Azizaj. Rosh, faleminderit shumë. Mos vallë zotin Doka, u kemi dhënë socialistëve pa dashje, socialistëve të ndershëm, një parull eurokomuniste, le ta quajmë, komunistët europian,
të tipit të pastrojmë shtëpinë. Po dolin një kështu, si ka qenë, po të heqim plurat. Operacioni Fshesa 2.0. Fshesa Harlemit. Fshesa e Surelit. Në fakt, demokracia në Shqipëri ka një problem shumë madh. Se jemi i vetmi vend i linjes që kemi akoma këto dy parti. Po. Pra, është partia e punë socialiste, që ka ndryshuar 5 herë emrin, që mund ta kapin edhe ligji dekriminalizimit për ka shumë si ka ndryshuar emrin. Partia e punës, partia e komuniste, partia socialiste, rilindja e pafund. Edhe partinë e djathtë, partinë demokratike, që e ka bërë monopol me ligj. Të djathtën. Po. Po që s'ka si lloj gjë të Jo, djathtë. e ka bërë monopol që qëndrojnë aty ku është me dy kambe, pra në përmjet ligjit, i ka mbyll të hapësirët, dhe kjo është tendenca këto. Pra, pa u demokratizuar këto dy parti, këto e kanë bërë edhe ligjin nga një parti monopartiake, kemi dy parti monopartiake. Dy parti monopartiake të Që cilat ndame- presin që të mbaroj cikli që ta marrë stafetën. Kjo është një problem shumë i madh për demokracinë. Një kohë që nuk i kemi në Rumani as partinë komuniste fare ka dalë jashtë ligjit me votë. Po. Jo, sikur janë nxjerrë të tjerët me ligj, me vot, edhe partia që ka rrezu komunizmin qëndroi në pushtet 4 vite, edhe u ndeshku me vot dhe u largu, dolën forcat tjera politike. E njëjta situata është edhe në Bullgari, pra në dy vende që ngjasojmë nëse s'po krahasojmë veten me vende tjera evropiane me një demokraci funksionale. Pra në këtë aspekt, apo në Greqi, edhe Greqia pati të rënditje me lëvizjen e forcave të reja politike, i goditën dy partitë e mëdha politike një nxorën një arskeni për një periudhë kohët. Kurse në Shqipëri ne kanë më të dyja, ne kanë më të peng. Edhe kjo është një problem shumë i madh kur ke dy parti që asnjëri prej tyre nuk është demokratike, nuk ka demokraci të brendshme. Si tilla, si këto parti do të kemi institucionin edhe nesër. Por kjo është një mungesë shpreset për fatin e keq edhe për opozitën tonë ku bëjmë pjesë Po në pra, dy. po, atëherë, a mos kemi gabuar të gjithë bashkë duke menduar se këto dy parti të inkriminuara dhe që kanë vjedhur kauzën dhe kanë vendosur tripodin e pushtetit, se pushteti është edhe opozita, zyrtare. Po diskutim i rëndësishëm kontrollit. Po, opozit, mos vallë duhet kishim bërë një reformë partijake para se të bënim reformën drejtësi, zotin Doga, sepse sot neve gjendemi kur kryetari i shtetit, njeriu më i madh i shtetit sot, fatkeqësisht Edi Rama për mua, thot në mënyrë demonstrative ta mbyll atë letrën dhe thot shok dhe shoqe, u vendos nuk bëhet asnjë lloj gjoje. Tani një pyetje kam unë, këtija ka lënë baba apo ja kemi dhënë neve? Ti e ka lënë për fatin e keq e ka lënë edhe baba, se ky bab ka Anverin, ky ka atë që kemi. Sa e bukur. Kështu që Asa e bukur. ky ka dy gjëra. Baba shpirtëror, po. Po. Po.